Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Thumma ma ba'd. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Është kjo ligjërata e dytë e serisë që kemi filluar javën e kaluar. Një seri që nuk është e re në mesin e muslimanëve, madje është për shpjegimin e një libri të njohur botën islam edhe tek ne në vendin tonë, i njohur si 40 hadithet të Imam Nevaviut. Pra Imam Nevaviu rahmetullahi alejh, për biografinë në cilët kemi folur në ligjëratën e parë, i ka mbledhur këtë libër 40 hadithe, të cilat i llogaritën si hadithet të bazë dhe përmbledhëse të fesë të madhe. Por janë aq të rëndësishme sa që dietarët qindra herë i kanë sqaruar, i kanë mësuar përmendsh, madje në disa prej universiteteve, shkollave, instituteve, u kërkojnë nxënësave të dijes që marrin të rrugë, me mësua dhe përmendsh. Pra pas mësimit të Kuranit, ndoshta libri i parë që rekomandohet me mësu përmendsh prej studentëve, nxënësave është pikërisht ky libër, pra këto 40 hadithe, për shkak se janë hadithe jashtëzakonisht me peshë. Secili hadith është një rregull e madhe e cila i hyn dhe i duhet besimtarit në jetën e tij. Secili hadith. E secili prej tyre pastaj ka peshë të madhe dhe ka mësime të shumta. Ky libër është shpjeguar edhe tek ne në Kosovë për shumë hoxhallarë të nderuar, dhe gjendet në YouTube kanale të ndryshme, por kem pas dëshirë që edhe ne në xhamin tonë të bukur me sqaru këtë libër, fillimisht që me jetu me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, sepse udhëzimi më i mirë padyshim, rruga më e mirë është udhëzimi i tij, në fjalët e tij, janë hadithet e tij, por që edhe ne të futemi pastaj në karavanin atyre hoxhallarëve, atyre dietarëve të mëdhej, cilët e kanë sqaruar këtë libër në xhamit e tyre. Dhe shpresojmë që me pas inshallah taala Zoti na dhon bereqet, na dhon sukses, më na pranon këtë vepër të gjithë edhe mos i folës si hoxh, po dhe ju si dëgjues. Dhe Allah azza wa jalla na bëf për atyre të cilët e mësojmë, e shpjegojmë, e themi atë që është e mirë dhe pasojmë pastaj. Hadithi i parë të dashur vëllezër, besimtar, të cilin Imam Nevavi rahmetullahi alaihi e ka vendosur në këtë libër ose në këtë përmbledhje prej 40 haditheve, është një hadith i njohur në mesin e besimtarëve. Hadithi është shumë i vlefshëm, i madh, madje Imam Shafiu rahmetullahi alaihi thotë se ky hadith është 1/3 e fesë. Ky hadith, për nga pesha që ka, është thuluthud-din, 1/3 e fesë. Në një vend tjetër thotë se ky hadith futet, gjendet në 70 kapituj. E disa dietarë të tjerë thonë se ky hadith gjendet në çdo kapitull të që mësohet tia dhe shpjegohet feja. Këtë hadith e transmeton Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Prej sahabëve është vetëm Omeri që e transmeton. Dhe pas tij janë 3 tabiin të cilët e transmetojnë këtë hadith të madh. Thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, an Amir al-Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pra transmetohet nga prisi besimtarve, Amir al-Mu'minin, Omeri i biri i Khattabit. Allahu qoftë i kënaqur me të.
i cili ka thonë: Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgju të dërguarin e Allahut duke thonë: Innamal a'malu binniyat. Veprat janë vetëm sipas niyetit. Veprat, gjitha veprat, janë vetëm sipas niyetit. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe secili person do të shpërblehet sipas niyetit që e ka bërë. Kjo është pjesa e parë. Pastaj, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ai që hijreti i tij, ka marrë tash një shembull me tregu praktik që të hadith. E ka demonstruar me një shembull, me një vepër të madhe, me një ibadet jashtëzakonisht të madh. Veprat, gjitha veprat janë sipas niyetit. Secili person ka më shpërbly, eventualisht ka më ndëshku sipas niyetit dhe qëllimit që e ka pas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ai që hijretin e ka bërë për Allahun dhe të dërguarin e tij, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hijreti i tij është për Allahun dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Ai që hijretin e ka bërë për interesat e dunjas. E fitu diçka, për në interes dunjas, e kalon në mënyrë të përgjithshme. Au imra'atin yankihuha, ose për një gru, ose për më martu me një gru. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hijreti i tij është për çato që e ka bërë. Këtë hadith është lëzër, Imam Bukhari rahmetullahi alayhi e ka vendos hadithin e parë në sahihun e tij. Në librin e madh i njohur Sahih Bukhari, që i ka përmbledh hadithet e Profetit sallallahu alaihi wasallam, të vërteta, ose një pjesë të madhe të hadithet të vërteta, hadithin e parë që e ka vendos në ballë të librit është pikërisht që ka hadith. Dhe kështu kanë vepruar edhe shumë dietar, hoxhallar, autor, në fillim të librit, ose të punimeve të tyre, e kanë vendosur dhe kanë filluar pikërisht me këtë hadith. Që edhe mja kujtu veti, që punën që e duke bo, veprën që e duke shkru, për kënë je duke shkru. Edhe mja kujtu pastaj lexuesit. Leximi, dersi, mësimi, namazi, për kënë je duke i bo. Ky hadith është vëllezër besimtar, është si lloj parametrit që matë sinceritetin e njeriut, e besimtarit. Dhe çdo herë duhet me pas parasysh besimtari para vetes së tij këtë hadith. Thot njëri prej dietarëve, sikur të kisha pas mundësi me pa pas një maqar, talebe, hoxhallar, i kisha shpërndosë më shumë në mesin e muslimanëve, më ju thonë njetin, një u përkujtu njetin. Për shkak të rëndësisë që ka njeti. Ky hadith ka dashur vëllezër shumë dobi, dietarët kanë nxjerrë shumë mësime, shumë mesazhe, ka dhe rregulla, ahkam të ndryshme, do t'i përmendim disa prej tyre inshallah taala. E parë tash vëllezër besimtar, çka është ikhlasi? Që është përmend në këtë hadith, veprat janë sipas niyetit. Ikhlasi tash vëllezër është mu barazu e mbrëmshmja me të jashtme. Mu barazu e mbrëmshmja me të jashtme.
me qenë njëjtë dashnia për namaz, me qenë njëjtë namazi, sikur se kur çe dikush, sikur se kur nuk çe dikush. Qysh falesh i jashtë, më fal edhe më sheftas. Dhe ka thonë disa djetarë, ai cili fal namazin e natës, jo në Ramazan me xhamat, sa ajo është pak problem. Po ai që fal namazin e natës rregullisht në shtëpinë e tij ku nuk e sheh askush. Ai me lejen e Allahut e ka siguruar ikhlasin. Sepse ajo fal ditën, por është fal edhe natën. Është fal publikisht në xhami me xhamat, po është fal edhe në shtëpi, çish ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Barazimi të jashtmes me të mbrëmshmen. Pra, mos me qenë ajo publike për njerëz, por me qenë për Allah subhanahu wa taala dhe me qenë e barabartë, sikurse e jashtmja, sikurse e mbrëmshmja. Dhe po është thonë se disa dietarë, pjesë e ikhlasit me tregu se çka është nisyanul al-khalqi, mi harru njerëz. Krejt mi harru mi qit njerëz prej zemrës. Sikurse nuk po din kërkush, as nuk po të sheh kërkush. As nuk po të lëvdon kërkush. As nuk të thotë kërkush Allahu të shpërblet. Ikhlas është krejt mi harru njerëz. Krejt. Andaj kanë thonë të djetarët, kur e bën veprën e mirë, harraje. Të mirën harraje. Harraje mos e përmen. As mos pja u përmen, mos e përmen ati që ja ke bo, e që heq, po as të tjerëve. Mos e përmen, vetëm nëse ka ndonjë dobi, që dikush mundet me përfitu, më udhëzu, me i dhonë nështë mëseme që me radhë, por do të me matë fort mirë, a mundet me të ndryshu zemra, ajo. Ata i s'ka nevoj, për shembull, nëse besimtari bën disa vepra të cilat nuk e din askush, ose se din shumica, s'ka nevoj kur të kthehet, për shembull, shkojnë disa xheler në haz, dhe kur të kthehet tash i ka thënë, çdo ditë bëj shata vof, çdo ditë bëj shakto, çdo ditë bëj shakto, po s'ki nevoj. Shkoj shakom, unë edhe filoni, tjerë të falëshin hotel, na u falëshin xhami, nuk ka nevoj. Mi harun njerëz, pra mi harun njerëz kuptimin që as mos mi au përmen, vepra që o ke bo, por as mos mi au të regu vepra që i ke bo, nështë se din kërkush. Alhamdulillah. Ku me pos në i vepra që din kërkush. Ka thonë disa djetarë, veprat që shpresojna, me na shpëtu, jenë veprat që se din kërkush i këna bo. Se këto që për i marrin vesh, jo që jenë pavleshme, por njëti rrezikohet. Mashallah, na knoqe, mashallah, filami që atë, mashallah, edhe njëri ka qef. Dhe pastaj mundet njëti me ndishu. Innamal a'malu binniyat. Veprat janë vetëm sipas njëtit. Andaj tash vëllezër është mençuri e besimtarit që para se të filloj me bo një vepër, me kujtu këtë hadith, respektivisht njëtin. Përkon erdhe, përkon dhe, përkon dihmove, përkon hajtë shkove. Shumica e besimtarëve po përmendin haxhin nga se është ibadet i madh. E ka pararengu profeti haxhin e pranon ka thonë kosh përbyn haxhin me dorë, kosh ulim xhenetin. E njëri e shkon një herë në jetë, duhet me rujtë si sy të ballit, edhe një jetën e haxhit, edhe ritualet me kryu sa më mirë. Njetin, para se me bo veprën. Subhanallah, thot njëri prej djetarëve, selefit, thot nuk kam qit hap, s'kam bo asnjë hap, përveç se
kom pas njetë. Çdo hap që e kom bo, me shku në xhami me njetë, me shku me vizitu dikën me njetë, me shku në punë me njetë, me shku në haqë me njetë, me shku me ndihmu në fukara me njetë, mu nalë me qëndru në xhami, për shembull, me orë para kohës, e shkash vleftës që e ka, me njetë, me qëndru pas namazit me njetë, me heshtë, me njetë, me ullë shqimin, me njetë, mos me folë fjallë që azo me folë, me njetë, me rujtë gjuhën, me njetë, kur të qelë Facebookun, me njetë. S'kom bo hapë, pra s'kom bo vepër, vetëm se e kom pas njetin. Njetin për para. 60, 70 vjetë, 80 vjetë, shumë e veprat i bën njeriu. E ky hadith tregon se veprat janë vetëm sipas njetit. Runa zot ka mundësi që plot vepra njerëz punojnë, njeti nuk e kanë. S'ka njet hiç. E ka të tillë që punojnë, po njeti nuk është i mirë, edhe kjo nuk është pas, edhe kjo pastaj është rrezik. Ne do shkëzet njeti, pra njeti mirë, el-ikhlas. Fjala është sinceriteti. Dhe njëri prej Sufjan e-Thauri rahmetullahi alayhi, djetari i madh i ummetit islam. Thotë nuk ka diçka që kom pas vështirësi për me rujt dhe me permisu se sa ikhlasi. Nuk është ka vaj. S'kom pas diçka më të vështirë me rujt, me permisu se sa ikhlasi. Madje kam tjetër hadith, ose tjetër vend thot 20 vjet e kam permisu, se s'len shejtani, edhe shejtani dhe nefsi. Ka qef, ki qef, me ditë që ti po ndihmon, ki qef, me ditë që ti je burri mirë, ki qef, me ditë që ti pe fal namazin e sabahut, që mi ki qef, është me rrethën 20 vjet. Dhe tregon që është që në djetarët e l-ikhlasu, aziz, sinceriteti është i shtrejt. Dhe çdo gjë është shtrejt, është ashtu dhe zërë pastaj do të kënë kohë që me rujt. Po është ashtu dhe zërë besimtar një mesazh, një mësim përësi e madhe për i këtij hadithi. Gjërat që sulmojnë, prishin, rrezikojnë njetin janë të shumta. Ja prishin njeriu dunjon dhe ahiretin. Të quhen sëmundje të ndryshme. Në hadithi ka përmend 2. Dunjoja dhe rapimi mas dunjos. Për dunjo, dikush për dunjo është e dinin. Për dunjo në namazin, për dunjo nuk e folë gjëmon, për dunjo s'folë në vlan, për dunjo prishet me këjshi, për dunjo nuk shkën xhami, se thëtë s'ka vakt hoz. S'ka kohë për dunjo, e ka përmen dunjo, për dunjo në len venin. Sa njeri është duke len venin për çka? Për çka? Veç për dunja. Madje, plot raste, pelojnë venin muslimanëve, shpinë për s'ka xhamis, 5 vakte të falet në xhami, e lën këtë mirësi dhe shkon pastaj në gërbet, edhe thirrën në telefon, hoxh, a e kam borç gjumon 300 km e kam largë xhamin. Se ke shkuar ti ndërruar. E ke pas xhamin 1 kilometër, 2 kilometra, ke pas mundësin një vetë gjumon, po dhe vaktet me i falë. Për kom, ke mu përgjesh, dhe kanë mu përgjesh, dhe kena mu përgjesh. Hijreti, migrimi, lëvizja është punë e madhe, a ka njetë. Po thotë,
profeti sallallahu alajhi wasallam, ai që bën për Allahun të dërguarin e tij, pra për me rujt fen dhe sunetin e tij, ai ka më shpërblyr për çata. Kush ai që e bën për dynja, ai e ka hijretin për çka ka shku. Dhe poshtë do të thotë ka specifikuar një smundje të rënë në veçanti në kohën e sotit, që rrezikon besimtarin ose ja rrezikon veprat, ai është epshi. Ata ka thonë, ai që e bën hijretin për dynja ose për mu martu me një grup. Llogarit është. Sahabët e kanë lënë pasunin, e kanë lënë Mekën, e kanë lënë vetëlindjen, e kanë lënë krejt që kanë punu me vitet tona për hir të Allahut. Dhe kanë shku në Medinë pa kur gjë. Jenë kanë pasanik të pasur Mekë, por e bënën hijretin për hir të Allahut azza wa jall, për me rujt fen. Dhe u bënën kushtimisht është me thonë të vashëm sy tonë. Kurse dikush e ka po hijretin, se u shku filonja që këm pas e ku martu dhe më shkej masaj. Dhe shëllëzëm e pas këtë se epshi sot është jashtëzakonisht çdo herë është e rrezikshëm, por sot është edhe më vështirë më rujt për epshit, nga se po shohem rrethana qysh kanë ardhur. Po shohem rrethana qysh kanë ardhur. E shohem veshën e krave, e vojzave. Ajo që ka del media, media sociale, epshi që është vështirë më menaxhu dhe vështirë më rujt besimtari, vetëm ata që i përmbahen Kur'anit dhe udhëzimet e profetit alayhi salatu wassalam. Këtu ka përndosur profeti sallallahu që rrezikohet veprat, por edhe prej lakmisë prej dynjas, por edhe prej epsheve. Allahu na rujt ya rabbal alamin. Këtu është por do të rrezikojnë veprat edhe lakmia mas dynjas, lakmia mas emnit, mas postit, mas zanit madh, lakmia më përmend, lakmia me koni pare, lisë që pandemon, kontribon në kështë në gërë. Mesazhi kryesor, mësimi më i madh, porosia më e madhe e këtij habibi është niyetin, ikhlasin, sinqeritetin. Andaj nëse shfleton historinë e besimtarëve të vjetër, gjenë çuditëra se qysh janë mundu me rujtë niyetin. Nipi profetit alayhi salatu wassalam, është nipi Aliut, kur ka vdek në Medinë, kur ka vdek dhe e kanë hek rrobat për me pastru, ja kanë bërë pratë të zi. Shenjën zeza, vreda ju kanë bërë. Që ka qenë kjo shenjë që kjo pas ka bojt diçka me krah. Dhe pas vdekjes është zvulu kur i ndorë fukarat po thënë kush në kanë ndihmu neve që sa vjetë ku është, a i s'pona bjenë mo. Kishte qenë duke i mojt 100 familje në Medinë. I ka ushqy 100 familje në Medinë. I ka ushqy me krah. Natën. Ka ditë as familja ti sot që familja ti pak e kanë akuzuese të maqarë. Ti ka thonë po punën. Kur s'pënoresh. Po neve fort nuk pëna, s'pëna bjenë. Pra të maqarë se po i kursen, jetu i palu pore. E kjo ka qenë të kequ për në ahiret. Një jetë ndoshë në zërë. Sinceritetin me rujt, sot kena mundësi, se të mos në kohën e sotit. Po është do shkëzër një mësimi madh edukativ
në këtë hadith është që hoxha, mësuesi, pedagogu mi përdor shembujt në sqarimin e disa rregullave të fesë dhe rregullave tjera, mësimeve kështu me radhë. Sepse بالمثال يتضح المقال. Me shembull sqarohet ajo çka po do me thonë. Profeti tha, veprat janë sipas niyetit. Secili shpërblehet sipas niyetit që ka. Pastaj e mor një shembull praktik. Kush e bën hijretin për Allah, e ka shpërblimin sipas niyetit për Allah. E kush e bën hijretin dhe cilën do vepër tjetër, namazi, agjerimi, haxhi, zakati, për diçka tjetër, për dynjon, interes dynjos, ose për epshin e ti, epsh është me pas qef, me të lavdu dikush është një farlloj epshi. E ka shpërblimin për ato. Pra, do shëllëzër, sqarimi i derseve, sqarimi i mësimeve, me shembuj është, ose ishte traditë e profetit alayhis salam. Njëherë një djalë i ri të profetit, pra kishte zakon që shumë herë përdorte, mas si tregonte diçka, përdorte një shembull. Çështo, që ka thonë te hadith. Njëherë një person i dalili tha, ja Rasulullah, në ma leju, tha, me bo zina. Subhanallah. Ti e pejgamber, shpallja po zbret, se s'po muj me nejt, s'mund e murujt. Sahabët ishin atë në mejlis, edhe me të drejt që dashtën me reagu. Lime, ka dole. Afrovi, tha ti djolit. E jep të ofër. E afroj ofër. Tha, ki që dikush me po zina, tha, me mamën tome. Ja, Rasulullah, tha, ki që dikush me po zina, me motën tome. Aj, vlejke. Kur? A ki që dikush me po me hollën tome, me tezën tome, pja për men. Tha, kur, atër, tha. Edhe ato tha janë, nona dikujna, motra dikujna, gro dikujna, që ti po këshyr me i kesh përdor. Ja, Rasulullah, lutë Allahun që më falë, në mundzu profetja vendosi dorën e bomë. E tha Allah, azza wa jall, zovte, rujte, nderin. Dhe pas ta ishte i rutër. Pra do është të zërë, a i kështë ndëgju që zinoja është haram. është haram i madh, e kështë ndëgju ato. Pra ta i tha lejo ma. Se mos me ndëgju, se mos me di si kështë në heq. E kur ja i tregoj qysh mundet me konë tash praktikisht nëse ndodhë një gjohë dirë, atëherë e kuptaj që ke qenë ka 8 vepër e shëmtuar. Përveç që është me ka të haram. Do shumë të zërë është shpesh herë, njerëzve ka nevoj më të regu dhe më të demonstru praktikisht domet e gjënohë për shumë. Se si më duke i ditë. Domet e mëkateve, domet e shqeqimit në haram. E ditë një djali një, po thotë që së mund dhe më ujtë ose më kasëru Allah azza wa jall me shqeqim në haram dhe jem duke vrejt me njëherë pasojët. Alhamdulillah që i ka kuptu herët, që dikush nuk e vren. Se lefi ka ndoshtë në zërë, sarë kam bo mëkat, me njëherë i kom po pasojët të shpija. Ose ndabë është njetë, atër s'kam posë autonjetë, në atër shpëthejmë autonjetë. Atër kam posë koli, deve, gomorë, s'pa hecë mirë, e kom kuptua që dikun e kom shkel, kom hindë kuqen. Ose të familja, të gruja, të s'ka respekt, që a bokshtu, për ka hup, pra thëtë shkelja, ose sa kom ronë me katë, e kom kuptua me njerë që dikun pas kom bo në një gjënasar dhe këtë kom vrejt në praktikë.
Subhanallahu vëllazër, është një rregull e madhe kanë nxjerr dietarët me këtë hadith. Al-umuru bi maqasidiha. Gjërat janë sipas qëllimit. Dhe kjo është rregull e madhe. Sipas niyetit, sipas qëllimit. Nga ky hadith kuptojmë po ashtu se vepra është e papranueshme nëse nuk ka niyet. Sikurse që është rrezik me pas niyet të keq, nëse nuk ka niyet, vepra është e papranueshme. A ka mundësi njëri me bo? Ka mundësi. Ka mundësi. E nëse një vepër i mungon niyeti, ajo vepër nuk është e vlefshme dhe nuk pranohet si ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Pa niyet, pastaj nuk ka as shpërblim. Pa niyet nuk ka as shpërblim. Subhanallahu vëllazër, niyeti ka mundësi njeriu arrin me niyet dhe shpërblehet më tepër se sa veprën që e ka bërë. Ka thënë repetitorë, wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyya. Sa vepra është e vogël, po niyeti e bën të madhe. Niyeti i mirë kur është veprën edhe nëse është e vogël, e bën të madhe. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyya. Edhe sa vepra e madhe e zvogëlon runa Zot niyeti. Nëse niyeti nuk është i mirë, pavarësisht sa ka dhënë ose ka ndihmu, prapë shpërbimi është i vogël. Dhe nikush ndoshta vepra ka dhënë pak, tu dali ka qit pak, mirë po niyeti ka qenë i madh, çato ka pas, çato ka dhënë kështu me radhë, dhe shpërblimi është shumë i madh. Njeriu i japet ose shpërblehet sipas niyetit që ka. Sipas niyetit që e bën, ashtu edhe shpërblehet. Andaj do të më qenë besimtari i kujdesshëm. Kurzimi është edhe besimtar i niyetit në adhurim. Po ashtu, niyeti në adhurim është dy llojesh. Është niyeti i veprës dhe është niyeti i personit që e kryen veprën. Për shembull, niyeti i veprës është që tash kur po falim, e bënë niyet 4 rekate sunet dhe 4 tjera e bënë niyet farz. Niyetën formë falem, 4. Kush e dallon këto? Kush me çka dallon këto? Dallon sipas niyetit. Niyeti dallon agjerimin farz dhe agjerimin vullnetar. E niyeta vepër është. Niyeti e dallon zakatin prej sadakës. Pra i jep niyet për zakat dhe i jep niyet për sadakë. E kështu me radhë. Dhe pjesa tjetër e niyetit është për personin. Pra për kënd e bën. Niyeti i parë është sunet i dallon pra ibadetet, sunet farz, dhe niyeti i dytë është lidhet me personin, pra tash përkon për e bën me kry qatë, përkon për e bën niyet me kry qatë vepër, sigurisht për Allahun subhanahu wa ta'ala. Niyeti tash vëllezër besimtar është e rëndësishëm, sepse përveç që është kusht më pranu veprat, ai mundet edhe mundet me ndiku edhe të shpërblimi i veprës sipas niyetit, sikurse që mundet runa Zot me ndiku edhe në humbjen e shpërblimit në cilin nuk është i mirë, madje në disa raste edhe pas përfundimit të veprës ose gjatë kryerjes së veprës, niyeti mundet më ndryshu. Pra është e rëndësishme në fillim të veprës, gjatë kryerjes së veprës dhe në fund pasi të kryhet vepra. Për shembull, dikush ka hinë u falë dhe ai hinë u falë me niyet të mirë për Allah, 100%. Tu falë, i vjen dikush i ulet në gatë.
Edhe tash njëti çka fillon pak me ndryshu. Se din që tash dikush e era të nga të ka qef pak ma mirë më falë. Fillimisht ke njëti i mirë. E tash filloj runa Zot, filloj me ndryshu. Ose lexon Kur'an. Lexon Kur'an. Ka i për lexon Kur'an, kur e kuptoj që herë dikush ato peshesh për lexon Kur'an, mashallah, tash i kushtohet të zhvidit, të ndreqet mirë, kështu me radhë. Dhe është rëndësishme edhe pas veprës, pra ka mundësi ta shëllozë besimtarët, që besimtari njëti pra mi aprish veprat e mira edhe pas përfundimit e tyre. Ka thonë disa venditare, shejtani të ikhlasi punon s'nalët që veprat që i ka bëhe, si ka ditë kërkush, çdo herë i bën presion, mundohet me ja gjetë momentin që me ju tregu tjerëve. E ka bënë vepër nuk e din kërkush, është e msheft. Po shejtani s'harron. Ma s'di so vjetë ta kujton e farmezhlisë, thot përmenet valla me filon, dikush e kish bëhet, unë jam qaj me filon. Kjo është hapi i parë. Vazhdimisht mundohet me janë nxjerr prej defterit, librit që ka qenë msheft, në librin që është bë publike. Kjo është e parë. Dhe nëse arrin këto, pastaj s'nolet me çikaç. Është vazhdon edhe me tutje shejtani bën presion që me fillon mu lavdu pastaj për sa drejtën. Në atë kohë pa kena kona që na fal, për shembull, thot tash. Edhe tregon që është fal. Edhe të rëkën që ju konë vështirë më falë, edhe që vesh najnë konë disa që e këna mojtë, sepse ka qenë probleme mojtë fejnë në atë kohë, po thëmë ka njëherë bënë me i tregu këto histori, ose këtë kaluara për me i tregu të rive ndashtë edhe të tjerve, për shamu qysh ka nga gjeru besimtarët në vendin tonë, qëfar kushte ka pas, qëfar punsh kanë kry fizike, dhe nuk e kanë prish Ramazanin, për shamu. Po nëse nuk, ose në kohë të komunizmit, presionin që ja ka bo hizmeti, me prish agjerimin i kanë folë taravijat, fshej horazi, në parim nuk është mirë me i kallëzu. Ose nëse dënë me kallëzu, kinë se po kallëzën për dikën. Qështu ka bo filoni, qështu ka bo filoni. Edhe e kallëzën veprën, për mi dhonë mësim dikuna mirë, për edhe rune sinceritetin. Pra, shejtani fillimisht mundohet që me pengu për njetë, pastaj gjatë veprës mundohet gjithsesi i rrin hasdër, mos për jatë prishtjetin, po edhe pas përfundimit e veprës, prap nuk ndalet mirë, po mundohet që atë punë e ka të dashur lëzër besimtar mja prishe veprat besimtarit. Njeriu nuk përfiton vetëm sipas asaj që ka pasë për qëllim, kryerja e veprës me niyet të mirë nuk është detyrimisht vepër e pranuar, sepse është një kusht tjetër, cili është kryerja e veprës sipas udhëzimeve të profetit. Po janë dy kushte që vepra me qenë e pranuar të Allahu subhanahu wa taala. Kushti i parë dhe shumë rëndësishëm niyeti, me qenë për Zotin, dhe kushti i dytë është me qenë vepra konform mësimeve të profetit dhe Kuranit. Më falë qysh sallu kema ra'aytumuni usalli. Faluni qysh po më shihni mua duke falë, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu. Ose khudhu anni manasikakum. Atje për haxh ka thonë kryeni haxhin qysh jam duke kry unë. Ose merreni rregullat e haxhit prej meje. Po ne kryeni prej këto dy kushte, andaj sinqeriteti është e rëndësishëm ose gjysa e veprës, por ngelet pjesa tjetër që me kry veprën sipas udhëzimit të profetit alayhi salatu wasalam. Kush bën një vepër të shëndosur nga ky hadith, kuptoj për dynjë, ka mundësi që e mërrin dhe ka mundësi që Allahu as ato si mundson. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Faman kana yuridu kush dën për juve, kush kërkon për juve diçka për dynjës, ajjalnahu,
lehu. Ne ja përshpejtojna, ja mundsojna ati që dojna. Ai që kërkon dynjon, na ja ofrojna nëse dojna. Kurse e pret dënimi i dëmshëm. Kurse ai që don ahiretin me lenin Allah subhanahu wa taala, ose ka synim ahiretin, ai ka me fitu ahiretin, por ka me fitu edhe dynjon. Allah në bëfë si qëtë në bëllë alemin. Kjo ditë ka dhe shumë përësi dhe mësime, mirë, por ne kemi prafërsisht 30 minuta e kemi të ligjërata dhe nuk zgjatëm në tepër. Allah ju lutë e shpërbletin dhe rëbër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.